Allahu Akbar, la ilaha illallah. Miftinia e Shkodër ka organizuar këtë premte për urimin e xhamisë së re të Lagjës Tophan. Në fjalën e tij mifti i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari tha se xhamia e Tophanës është një nga xhamimet e vjetra të qytetit, ndërsa me të dëshmohet e vjetërsia e lagjes. Ne jemi në zemër të Tophanës, një në lagjet me histori islame më të lashta në qytetin e Shkodrës. Xhamia e parë e së cilës daton në shtatorin e vitit 1617. Në shtator të 1617-ës, e cila që ndërtuar me shpenzimet e një bamirë si të quajtur Mustafa Efendi, banor i kësaj lagjeje dhe hatib i xhamisë së saj. Shekuj më parë në këtë vend hidheshin themelet e xhamisë së Bash Bajrakut, Bajrakut e parë të Shkodrës, pas kalimit të tij nga zona e Qafës, ku është tashmë xhamia e Plumit. Në shënimet e vjetra gjejmë se ndër objektet e vjetra të lagjes Tophan paraqitet xhamia e saj, një ndër xhamitë më të vjetra të qytetit. Është një monument historik që për hir të datës së saj meriton të nënvizohet, sepse me të dëshmohet vjetërsia e lagjes, e cila në harkun e saj aso kohë kishte plot 15 xhami. Sot ne hapim një xhami të re, një vatër të re të dijes, të përkushtimit, të edukimit, të ndërtimit të njeriut elitar, me besime moral, me taban e largpamësi, për zhvillimin e shoqërisë mbi shinat e traditës së besimdrejtëve, që përtej kohës që kalon mbeten besnik të dritës së udhëzimit dhe dashurisë për Allahun një, e për Hazreti pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, e fenë e mbar pejgamberanëve. E gëzofshim xhaminë e re të Tophanës dhe djemt ton, e fëmijët tanë, e banorët e kësaj lagjeje, e marrë qytetarët e Shkodrës ta gëzojnë brez pas brezi. I pranishëm në ceremoni ishte dhe kreu KMSH Bujar Spahiu. Siç thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush ndërton një xhami, Zoti do t'i ndërtojë atij, pra do ta shpërblejë atë. Mi gjë shumë të madhe atje. Si të duash tuaj ndash pallat, e rëndësishme është një mërqenje ajo. Dhe nga kjo ne udhëhiqemi jo vetëm për xhamin, por edhe për çdo njeri, kushdo qoftë ai, që Zoti ka krijuar në këtë botë. E kemi për detyrë, e kemi obligative shpirtërore dhe fizike, që ne të kalojmë në harmoni të plotë me gjithë njerëzit që na rrethojnë, pavarësisht besimit, pavarësisht mendimit, pavarësisht kulturës, secili në anën e tij, secili në pozicionin e tij. Kjo botë është e të gjithëve. Pastaj, sa i përket besimit, besimi është çështje personale, individuale me Zotin e gjithësisë, në atë mënyrë siç na e kanë shpjeguar që nga Ademi alayhis salam deri tek Musa alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, Isa alayhis salam, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Paqja e Zotit qoftë. Pas perorimit të xhamisë u bë dhe falja namaz të xumas.